الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahu subhanahu wa taala. Ata e falenderojmë për ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira, mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para khutbës së xumas që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe duke i shoqëruar komentet, shpjegimet e dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi në vargun e librit dhe haditheve të Imam Buhariut, të cilat i ka grumbulluar nga fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka vendosur një libër të cilin e ka titulluar Al-Adabul Mufrad, edebi i veçantë i muslimanit. Por çfarë duhet të ketë prej stolisjeve dhe karaktereve një besimtar i mirëfillt i cili kërkon udhëzimin e Zotit te bareke ve teala. Kapitull pas kapitulli arritëm deri tek kapitulli i fundit në xhuman e kaluar, ngritja e duarve gjatë duas. Si ngrit të duart Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur bën të dua. Tani, pasi përfundoi këtë kapitull, Imam Buhariu ka sjellë një kapitull tjetër të cilin e ka titulluar Babun Sayyidul Istighfar, kapitull i ri të cilin e ka quajtur Istighfari më i mirë. Istighfari më i mirë, zotëriu i istighfarave, i pari i istighfarave, po prisi i istighfarave. Është për qëllim një lloj duaje, një lloj lutje që e ka bërë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka quajtur këtë lutje si lutja më e mirë, si istighfari më i mirë. E istighfari në gjuhën arabe ne e përdorim istighfar me bëj istighfar, dhe njerëzit e përdorin edhe tip edhe istighfar. Kur thonë tip istighfar, ata dojnë me thonë tauba edhe istighfar. Pra kërkojmë falje prej Allahut subhanahu wa taala dhe kthehemi tek ai. Andaj taubeja edhe istighfari janë njëra me tjetrën afër, mirë po sot do të ndalemi me istighfarin për shkak se temën e ka sjellë Imam Buhariu, istighfarin. Ghifar është kur njeriu vënon një lloj prazmore apo një lloj helmete në kokën e tij për të mbrojtur nga armiku. Andaj është një lloj mbulese që e vënon karshi diçkaje. Çdo herë që ti vënon diçka karshi diçka, kësaj i thonë ghafr. Istighfar është me kërku kët. Mirë po në raport me Zotin e Madh te bareke ve teala çfarë i bie? Kërkon mbrojtje pi Zotit, apo kërkon nëpërmjet istighfarit, nëpërmjet ibadetit tan, lutjes tane, përgjërimit tan, që Zoti mos më dënua. Pra ti sikur ti e ban ibadetin edhe kërkimin e faljes, mbrojtje prej xhenemit. Pra vënon helmetën, vënon prazmorën nga xhenemi. Dhe kjo është istighfari. Pra kërkon prej Allahut me të fal. Pastaj është përdor për falje. Mirë po qëllimi është që të mbulohet gabimet të shmangën pasojat e ndëshkimit. Në Kur'an kanë ardhur disa ajete dhe shumë janë, i do të përmend disa prej tyre nga se janë shumë, se sa shpesh Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar nga muslimanët që të bëjnë istighfar, që të kërkojnë falje prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe qëllimi final dhe epilogu i fundit me të cilën mbillet kapitulli i muslimanit është për qëllim me thënë në fund u fal. Pra i është fal gjunaj. Ç'kjo është qëllimi në fund i një libri të gjatë të një muslimani ku dëshiron që në fund të përfundohet me istighfar. Thot Allahu te bareke ve teala wastaghfirillah inna Allaha kana ghafurur rahima. Kërko falje prej Allahut, se Allahu është falës i mëshirshëm.
Kërko falje për Zotit, lip falje për Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala në surën Nisa: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsuhu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Thot Allahu te bareke ve teala, kush bën gabim, kush bën gjuna, kush bën zullum, i bën zullum vetës, i bën zullum tjetrit, bën ndonjë shkelje, qoftë ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo ndaj vetës vet, çfarë do lloj shkelje? Thot, pastaj kërkon falje. Pastaj thot o Zot falem. Ai ka me gjetë Allahin falës. Dhe shumë është interesant se Allahu gjallë minjerë thot, e gjenë Allahun falë. Gjithmonë e ka këtë derë të hapur. Pro gjithmonë, çdo një kërkues i faljes do ta gjenë derën e hapur të Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu kanë ardhur në ajete të ndryshme në surën Hud, Allahu te bareke ve teala: "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana." Ju kërkoni falje për Allahut, kërkoni falje për Zotit juve, pastaj kthehuni te Ai, pendohuni te Ai. Thot Allahu xhelel xhelalu, do t'ju mundson Zoti një jetë të mirë. Njeriu me gjunahet falta, njeriu me istighfar e ka jetën e mirë, e ka jetën e qetë, nëse është në mbrojtjen e Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu kur kanë gabuar vëllezërit e Jusufit alayhimus salatu wassalam, e dini se Jusufi ka pas disa vëllezër dhe Jakubi baba i tyre ka qenë Israili. Allah kur thuhet Kur'an ya bani Israil, janë për qëllim bijtë e Jakubit alayhi salatu wassalam. Bijtë e Jakubit kanë qenë 12 dhe Jusufi në mesin e tyre, e 10 për tyre kanë marrë në zili Jusufin alayhi salatu wassalam, dhe ngjarja e njohur në fund kur e kanë pa që kanë gabuar ndaj vllaut të tyre, i kanë bërë zullum vllaut të tyre, edhe kanë shkel të drejtën të cilën e ka pas Jusufi alayhi salatu wassalam, kanë ardhur te baba i vet dhe i kanë thënë: "Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana." I kanë thënë: "O baba jon, kërkoj falje Allahut ti për gjunahet tona." Dhe kjo është tjetër tematik pse i kanë thënë babës vet, njëra prej tyre është që ati pranohet ndoshta e neve jo. Sa i ka qenë afër Allahu subhanahu wa ta'ala, atë ka thënë: "Istaghfir lana dhunubana." Lipi Allahit me na fal neve për shkak gabimit që e kemi bë. Inna kunna khati'in, kemi qenë gabimtar. Gjithashtu kanë ardhur në Kur'an shumë prej ajeteve të cilat nxisin për istighfar, janë të shumta. Për shembull ka ardhur në surën Ra'd, në surën Fatir, në surën Ash-Shura, thot Allahu te bareke ve teala: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer." Thot Allahu te bareke ve teala, çdo bela që ju gjen juve, vetja keni bërë sherrin e saj. Vetë keni përgatitur atë sherr. Por pidurve t'juve ka ardhur ajo pasojë. A shumë ja u fal Zoti. Shumë ja u fal Zoti për gjërat të cilat Allahu te bareke ve teala nuk i ndëshkon. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala: "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim." Nuhi alayhi salatu wassalam i ankohet Zotit vet dhe i thot: "O Zot, unë shumë herë i kam thënë popullit tem, kërkoni falje Zotit juve. Kërkoni falje Zotit juve. Ama ata i kam nu gishtat e tyre në vesht e tyre, s'kan dash me nije. Nuk kanë dash me nije." Po këtë arsye të ndëruar xhamat, nëse thot dikush, pse është i rëndësishëm istighfari? Cili është thelbi edhe ajo më amla apo më ajka e istighfarit? Pse jemi të urdhëruar kaq shumë të bëjmë istighfar? Të ndëruam xhamat, ne do t'i sillim disa shembull sa për t'i kuptuar, e shembulli i Allahut është më i madh. Shembulli i Allahut është më i madh. Siguria dhe qetësia e një shtetit, përveç mjeteve që i duhet prej mbrojtjes dhe ekonomisë dhe veprimtarive të ndryshme që i ka, apo në vendet ku ka mbretëri, saltanat, sultan, kryetar, monark,
qetësia ati venit, rahatia ati venit është e vartë për çfarë? Për mos hidhrimin e mbretit. Nëse mbreti i qetë, këtë veni i qetë. Ajo i shqetësum, krejt janë shqetësum. Këtë veni i shqetësum, se mbreti i shqetësum, ai pari venit. Apo, andaj, zakonisht, ata që janë afër ti, çka bojnë? Përpiqen vazhdimisht ta mbajnë mbretin në qetësi, që të mbahen gjërat në qetësi, sepse urdhat të pastaj janë të qeta. Shembulli i Zotit është më i lartë. Këtë univers e drejton Allahu subhanahu wa taala. Risku jon, qetësia jon, shëndeti jon, mbarësia jon, jeta jon, shpirtat e ton, gjithçka janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shiko Allahu që çdo sa ne ka lidh me istighfar, wa anistaghfiru rabbakum, libni fali pe Allah. Pastaj ja u ban tak prej të mirave. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam do ta shohim 100 herë në ditë ka bëj istighfar. 100 herë në ditë ka bëj istighfar dhe ka kërku mbrojtje prej Allahut nga hidhrimi i Allahut. Se me të ujdhnu Zoti, s'ka më diçka që ti të ban rahat. Me të mallku Zoti, s'ka më diçka që ti të qenë selamet. Zoti na ruaj. Andaj është shumë rëndësi të ndërum xhamat që ne me Zotin e Madh te bareke ve teala vazhdimisht me i kërku ati falje. Falje, o Zot falem. Nëse tan ditën përlyhemi, njëllosemi, bëjmë gjunahe, bëjmë krime, bëjmë gabime, i kërkojmë falje Allahu subhanahu wa taala. Andaj qetësia e një shtëpie, qetësia e një qyteti, qetësia e një shteti varet për qetësinë e të parit të tënve. Dhe shembulli më i lartë është shembulli i Zotit. Rahatia jote, qetësia jote zvaret për tije, nuk varet për tije. Ti mundesh mi pas këtë mjetët, po me të dritë toka nër kam, këtë çka e ki kerrin e mirë, se s'ban vajda e. Aeroplani, pale sa Iran mu kanë, pale sa stabil mu kanë, ka furim nëse e kalon limitin, ta turbullon. Sa aeroplane, thojnë, e ka shty ma vonë, nuk mundet me zrip. S'mundet, anulohet zbritja, anulohet ngjitja. Se turbulenca thot kemi në ngjitje dhe zbritje. Këtë kjo se nuk varet pitina. Krejt kushtet janë plotësue, po kushtet atmosferike thot. Atmosfera nuk është. Koha nuk ban. Që kjo kohë kush e ka në dorë? Rabbul Alemini. Por këtë arsye të ndëruam xhamat. Krejt mundesh bi boti, krejt i ban. Shtëpinë e ke bë, parët i ke bë, krejt i ke bë. Po prapë është diçka nuk ka dorën tënde. Cila është ajo? Harmonia jote, qetësia jote, rahatia jote, shëndeti jote. Ti keti ki shëndeti sa në dorën tënde. Do të më dhon izin Allahu subhanahu wa taala. Kulle yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë Allahu ka angazhim me krijesat e veta. Çdo ditë ka Allahu me krijesat e veta. Andaj për t'i rujt mirat, për t'i rujt begatit, për t'i shtu ato, do të më bëj istighfar Allahu subhanahu wa taala. Do të më lipi Zotit falë, o Allah falna. O Zot falna. Për këtë arsye, si imani, si islami, si njësimi Zotit te bareke ve teala për qëllim kanë që njeriu t'i lip falë Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ka këtë rëndësi falja dhe kërkimi i faljes, se gjithçka është e lidh që Allahu të falë tyje. Nëse Allahu të fal, në rregull jemi. Nëse Zoti nuk të fal, kot të mundohesh, kot të jep zor, kot të mbledh parë, kot që keni shtëpi, Zoti s'do më konte rahat, dhe ta merr rahatien, ta merr harmonien. Zoti ta mundson më fal. Zoti ta mundson ti me bo vepra të mira dhe ç'problem për ata. Dhe këtë është të lidh për istighfar, për kërkimin e faljes të Allahu subhanahu wa taala. Për shkak rëndësisë që e ka, dëgjone pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur një lloj istighfari Sayyidul Istighfar. Thot Imam Buhariu, babun Sayyidul Istighfar, kapitulli i istighfarit më të mirë. Çka është Sayyid? Sada yasudu su'dat Sayyid është dikush ka del përpara, imami, kryetari, ai që ka të prind në një udh i thon Sayyid. Apo jo rastisht pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam disa prej sahabeve i ngritte duke thënë Sayyiduna apo i madhi, ky është Sayyid i zotnia kështu më radh, dhe disa të tjerë kur i dëgjonte prej disa njerëzve se po lavdrohen, çka thonte alayhi salatu wassalam? Mos ju thoni hipokritave zotni, se i thoni Zotin. Nuk ju thonte me emra, por sahabët e kuptonin me isharat. Apo se nuk ban mi thon munafikut zotni. Apo dhe prej tmetave të kohës cila është se njerëzit i thojnë çdo njëri zotni.
Zoti filani, Zoti alani. Apo, dhe kjo është prej të metave dhe prej madhnimit të rrejshëm të vetvetes. Zoti filani, Zoti alani. I dëgjoni në për lajme, në për televizione, apo ka thonë Zoti filani. E ka kundërshtar të rap, apo thot Zoti filani ka gabue, ka thonë kështu, ka thonë ashtu. Kjo është prej çfarë? Se janë mësu me ushqy egot e veta me fjalë të mëdha. Ndërkohë që ai nuk vlen as për 2 dinar, i thot Zoti filani ka thonë, apo. Dhe më mos më thon për para prakis Zoti i jet hatri. Kjo për shkak se e kanë ushqy me çata. Andaj ka thonë Allahu sallallahu alaihi wasallam, mos i thuni zotnijes, mos i thuni munafikut zotnis, ai nuk ka zotni. Ai nuk ka zotni. E kjo është zotni i pari i diçkaje. E tani kemi prej shumë istighfareve diçka më e mira. Ne kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit alaihi salatu wassalam, thotë kam dëgjuar pejgamberin alaihi salatu wassalam duke thënë hadith: Sayyidul istighfar, istighfari më i mirë, zotëriu i gjitha lutjeve, prisi në të gjitha lutjet është ky, të cilin do ta citojna. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. Thot Imam Bukhariu e ka thonë në sabah edhe në akşam. Gjithashtu ka sjellë një transmetim tjetër Imam Bukhariu, ka thonë wa abu'u laka bi ni'matika alayya faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Në fund ka thonë ti nuk i fal gjunaat askush përveç teje. Kjo është sayyidul istighfar. Çdo mëngjes dhe çdo akşam e ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pse e ka sjell këta tani tek i vargu i lutjeve? Se i ka bë të vazhdueshme. Kemi lutje që i ka bë pejgamberi alayhi salatu wasalam me përshtatshmëri, si kërkimi i shiut kur s'ka pas shi, e përmendëm, ka bë istighfare të namazit dhe ka pas istighfare të sabah dhe akşam, këto si kanë alkur. Andaj e gjeni të mburoje muslimanit të grumbulluara me një vend lutjet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, mëngjes dhe mbrëmje e gjeni një lutje atje, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, deri në fund të lutjes. Çfarë ka në këtë lutje të nderuar xhamat? Gjitha kërkesat e një robi, gjitha raportet e një robi me Zotin e vet janë të vendosur në këtë lutje. A dhe ka thujt pejgamberi alayhi salatu wasalam sayyid istighfar. Kjo më i miri istighfar. Nëse doni me bëj istighfar mirë, bane çeta. Dhe kjo ka qenë prej mirësisë së Zotit te bareke ve teala, që nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam na mëson çish mu lut, se s'dim si mu lut. Ti mundesh mu lut, ama ka shprehje. Ka ardhur një bedevi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ka thënë nuk po di mu lut si ju. La uhsinu dendetekuma, dendene këtë mënirën se si luteni ju nuk e di. Ka thënë çfarë je tu thon ti? Ka thënë unë e tham, o Allah, çdo punë që kam çon xhenat më mundso dhe çdo punë që më çon ka zjarri shmangëm. Ka thënë alayhi salatu wassalam, hawlaha nudendin. Edhe na dendene çtojnë ato bo. Që rrezojnë që këtë muhabeti o çto. Mirë po, a ka shprehje më të mira se të tjerat po? Apo shprehja e mirë ndikon në zemër. Eleganca, jeshia, bukuria e shprehjes e jep mundësi perceptorit njeriut me pranu më mirë, zemrës njeriut me pranu më mirë. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë i zellshëm që shprehje që ja drejton në Rabbul Alaminit të jenë të hishme, jenë të bukura, të jenë formuluar me mirë, nëse po bani ibadet. Keni po njerëz kur i drejtohen dikujt me një letër, sidomos nëse është institucion apo është me autoritet, e përpilon pak më mirë. E kështu me radhë, i nderuari, shkëlqësia juaj, e kështu me radhë, autoriteti filanet, a keni po zakonisht kur autoritetet e këtij shteti, pse? Se pra nuk kanë ato si cili njerëz. E kështu me radhë, e kush është autoriteti më i lartë? Kush është ai i cili të gjitha gjërat janë dorën e tina? A nuk është Zoti i botrave, Allahu subhanahu wa taala? Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte i kujdesshëm që shprehjet e tij janë të rregulluara mirë. Andaj e quajti kët sayyidul istighfar, më i miri istighfar. Çka ka thënë? Fjala e parë, Allahumma anta rabbi. Fjala e parë ka thënë, o Allah, ti je Zoti jem. Shiko, çdo sabah, çdo akşam,
Allahumma anta rabbi, o Allah ti e Zoti jem. Kjo ndjesi, kjo raport, kjo robëri, o Allah ti e Zoti jem. Unë nuk kam Zot tjetër. A dhe ka thonë, Rabbi la ilaha illa anta, nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin përveç teje. Pse gjithmonë vjen Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta? Apo thuhet për shembull la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Minjëherë vjen pohimja adhurimit me të drejtë dhe të qenurit Zoti ekskluziv në këta. Për çfarë arsye? Se ka plot njerëz që adhurojnë dikan po se meriton. Andaj ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, o Allah, ti je Zoti jem. Veç ti meriton mu adhuru. Ka të tjerë që adhurojnë, ama ti meriton mu adhuru. Ka njerë adhuron Putin, idhullin, lopën. Apo në Indi disa prej kabileve adhurojnë Minin që ka e ndjek maca, e adhurojnë. Dhe çuditje, ti çuditesh. Apo dhe të tjera adhurojnë ligjin, të tjera adhurojnë kanunin, të tjera adhurojnë dollarin, dirhemin. Por dollar dhe dirhem, ajt dvret e pret. Se e ko Zot. Zguzëm ja prek, ket ja prek e koletër, ajt qartët, del pse, sikur për ti dikush me tasha Zotin, e udhu billah. Për këta syje, si cili e ka Zotin e vetë. Allah në mundësot me pas, Allahu në Zot ja Rabbel Alamin. Me hakikat, se me muhabet, plot e dhojnë. A që ati thotë, Allah i nja, ama koleta, ma, se ishte i me koletës, për koletën vepronaj. Për çka vepron është ajo? Trupi jot, shpirti jot i përgjigjet veprimtarisë tane, jo asaj çka ti thua. Trupi i përgjigjet veprimtarisë tane. Trupi i përgjigjet mënyrës se si ti ushqehesh, jo mënyrës se ti çka beson se do të më ushqije. Ti mundesh me thonë gjithë ditën do të më ushqij bio, do të më hangër shëndetshëm, ama gjithë ditë ha hamburgera. Trupi jot nuk e di çka i të fol, e di çka i të hangër. Apo, njani me do të ti, po, shumë miri të kaldu që do të me hangër hamburgera. Amo ti hamburgeri të hangër. Ti kur jetë shëndetshme, trupi me që ata formohet, pavarësi që ka banë muhabet, edhe na, që ka do që flasim, që shi të punue, që asaj i përgjigjet, edhe gjenemi dhe gjeneti janë me vepra, jo me lafe. Për këtë asyje ka thonë alayhi salatu wassalam, Allahumma anta rabbi, o Allah, ti e Zoti jem. La ilaha illa ant, s'ka Zot që meriton adhurimin përveç teje. Për sa arsye, se ka të tjerë që adhurojnë të tjerë. Andaj shiko ka nis me Islam, ka nis me tauhid. Allahumma anta rabbi, o Zot o Allah ti e Zoti jem. Rabbi, çka është Rabb? Rabb është kujdestar. Pra, pse ka nis me këta? Sepse ti kujdestari çka i thua? Ti e kujdestari jem. Por edhe nëse gaboj, prap ti më kujdesesh për mua. Nga se a do të kërkoje falje pak më andej. Po, pasi që do të kërkon falje, atër në këtë falje është mirë që të paraprije çfarë? Emrat të cilat i përkasin Zotit dhe gjërat të cilat Zoti ja ka bërë obligim vetes për kujdesin ndaj robëve. Andaj ka thënë Allahumma anta rabbi, o Allah ti je kujdestari jam. Rabb i thënë kujdestari. Andaj kur ka ardhur ai delegacioni dy veta për me e marë Jusufin prej burgut, për me e lirue të mbreti, i ka thonë irgji ila rabbik, këthau të kujdestariat atje. Këthau të kujdestariat dhe pyte kështu dhe kështu. Pra në gjuhën arabe kujdestarit i thënë rabb. Apo edhe na i thojna në gjuhën tonë, për shembull, i thojna i Zot i shtëpisë. I Zot i shtëpisë. Ai nuk o Zot, po i çesaj shtëpia, i del Zot çesaj shtëpie. Apo andaj i Zot i shtëpisë çka i thojnë? Kujdestari i shtëpisë. Kujdestari i shtëpisë. Apo andaj pse i ka thonë ti e Zoti jem? Pra o Allah, edhe nga bofsha, edhe në bofsha mëkat, edhe nëse e kaloj kufinin ku s'duhet, ti e kujdestari jam, s'kam ku shkoj. Ti kujdesesh për mua. Shiko këtë hyrje të mrekullueshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas e ka thënë la ilaha illa ant. Nuk meriton kurkush që të adhurohet përveç teje. Kjo e gëzon mas shumë ti Allahu subhanahu wa taala. Kur ti thu Zotit ti e Zot. Apo ti e Zot. Shiko për shembull ti prindit, fëmia ban gabim. Apo no, fëmia ban gabim. Edhe ka prindin, babën ose nanën. Edhe i thot ti e baba jam, ti e nana jeme. Ti dush me mësu mua. Unë kam gabuar ma prap ti e më i madh. Ti i Zot i shtëpisë, ti kujdes.
e zbut apo se e ja njeh autoritetin. Gjëja mas shumti që e gëzon shembull Allahut është më i larti. Mas shumti që e gëzon Allahu ngjëra kur ti ja pranon, o Allah, ti Allahu, ti je Zoti, unë jam robi, unë jam gabimtari, unë nuk jam burgushi. Apo, andaj Zoti nuk e do kibri, se kibri është rivalitet i Zotit madh te bareke ve teala. Ti kur rrimen e madh, kur ti zban istighfar, kur ti kërkon falje, ti po shtinjesh me Allahin. Ti po shtinjesh edhe unë pa ku po mes unë. Jo, e kur ti thu unë i vogli, ti i madhi, ma i madhi, unë një mëkatar, unë një gjunaqar, atëherë ndryshon muhabeti. Andaj tha la ilaha illa ant. Nuk ka zot që meriton adhurimin përveç teje. Kjo është la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa ant. Pse? Se është duke e drejtue. Jo është duke jo drejtue. La ilaha illa ant, ka thënë dietarët është uluhia, të qenë Zot i adhuruar. Allahumma anta rabbi është rububia. Apo pastaj do ta nis me disa prej emrave të Allahut te bareke ve teala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. E ka pohua që është kujdestar, që s'ka Zot që meriton përveç adhurimin përveç teje. Tash ai ka thon khalaqtani, ka thon tim ki kriju o Zot. Dhe kjo e bën lutjen shumë të këndshme. Khalaqtani, tim ki kriju mua. Unë s'kam kon hiç. Unë hiç s'kam ekzistu. Ti ma ki dhon ekzistencën, ti ma ki dhon jetën, ti ma ki dhon shpirtin, ti ma ki dhon trupin, ti mi ki dhon krejt. Khalaqtani, unë jam krijesa jote. Unë jam krijesa jotja. Ti je krijuesi, unë jam krijesa jotja. E këtu dietar çfarë kanë thënë? Ka dash me tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam në raport me Rabbul Alamin, so shumë i dopt. Unë jam krijesë. Unë s'kam mundësi mos me gabue. Sepse prej domosdoshmërive të krijuesit është mos me gabu. Domosdoshmëri kjo është çështje që lipet në akaide dhe hulumtohet në meselet e akaidit, se Rabbul Alamin pi kushteve të qenurit Zot cila zgabon, nuk gabon. A nuk gabon. Dhe prej kushteve të apo prej domosdoshmërive i thonë wal lazim, wajib, patjetër është çfarë? Krijesa me gabu. S'murët mos me gabuhe. Nuk ka mundësi mos me gabuhe. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala kur flet për sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sidomos për katër xulefat, Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu radhiyallahu anhum wa ardhahum, çfarë ka thënë? Ka thënë a gabojnë këta? Abu Bekri a mund të me gabu? Për përgjigjeve që ka thënë Sheikhul Islam ka thënë po, gabojnë. Se mos me gabu i bie që janë në rang me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Gabojnë që mos me kanë rang. Allah nuk e lën njerin pa gabu që mos të hipe në rang që si takon. Para mendo pejgamberi sa njeri, ama Allah se le kërkan me hip saj. Po para mendo në udhu billah, çënja e cila meriton adhurimin. Çënja e cila meriton adhurimin Rabbul Alamin. Andaj domosdosh me gabue. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam shikot te sayyid istighfar, çfarë ka thënë? Khalaqtani, o Allah, tim ki kriju mua. Unë s'jam kon hiç. Unë s'jam kon hiç. Tim na thonë me tjaratis, me të kriju, me të cill nga mos ekzistenca në ekzistencë. Ti s'e kon hiç, ke ardh. Shikoj insani hiç sa kon, sa jep zor. Pa muzbon, u çizbon më para se me kon diçka po. Pa muzbon, thot kur gjo. Po mirë ti që thu pa muzbon kur gjo. A ki ideën para të lindjes tonë çka po ajo? Dilli ka dal, drita ka dal, nata ka ardh, njerëz kanë hëngur buk, krit rregull ka shkuar senat. Edhe mos dekës tonë nisoj ka më shkuar. Pa atë i cili zban edhe smunët është veç Rabbul Alamin. A do i thonë wajibul wujudi, ka thonë filozofët e të tjerë. Ka thonë ajo domosdoshmë ekzistues. Ekzistenca nuk ka mundësi me ekzistuar pa ata. Nuk mund të ekzistojë pa krijues. Kush ka sjellti nget krijim. Andaj ka thonë khalaqtani wa ana abduk. Ka thonë ti o Zot ki kriju e unë jam robi jot. E kjo është çfarë? Kjo është nismë e mirë drejt kërkimit faljes. Apo kur ti për shembull do mi lip halallëk dikujt, çka thua? Që më i ki gabu dikujt thu, qyre shejtani të mashtron insani ai dopt apo mashtrohet e nis muhabetin që të shkojsh te ajo që ma bën Allah. Kështu duhet edhe me Rabbul Alaminin, mi thur fjalë të mira, me thon fjalë të mëdha për Rabbul Alaminin, e pastaj mi thon o Zot, fal ma gabimin, fal ma gjunahe. Atë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, khalaqtani wa ana abduk. Ka thënë Allah, ti më ke kriju mua e unë jam robi jot. Se plot krijesa se pranojnë që janë rob Zotit. Apo
A pishifni se sot ki telefoni çaq i mirë edhe çaq i keq. Po duhet tuli var budallë me nguati. Po ka edhe të mira, ka edhe ligjërata, ka edhe derse, ama dalin edhe budall. Apo thot ku në kur në xhami se s'kam hije. Ladro në xhami kur. Unë hiç se du thot. Apo s'ka Allah. Plak 90 vet thot s'ka Allah. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Zoti na i rut zemrat ya rabbul alamin. Lut Allah me ta forcu zemrat. Jo njëri humb rrugën 90 vjet. Ai vdek këto. Klinikisht i vdek, veç ashtu mat, sa për mos më ra, derisa Allahu xhelala ka dash me e korrit deri në këtë mosh, thot, unë s'kam me Allahin kur gjë. Apo, a tjetri munot Muhammed Rasulullah, ja dha Muhammed Rasulullah, ja, që dërguesha Rasulullah, hasha wa kella. Osun e ban kërkan të Rasulullah, Allahu e ban Rasulullah. Qish mund Rasulullah, pa Allah se ka dërguar ata. Qish po mundesh me dha Rasulullah, i dërguami Allahit, Allah se ka dërguar. Se a mundesh me thon ti unë jam i dërguami Allahit, a mundesh me thon për vetë, jam i dërguami Allahit. Apo kur i dërguami Allah? Kur ka dërguar ti Allah? Naudhu billahi alazim. Andaj khalaqtani wa ana abduk. Ka thënë Allah, ti më ke krijuar, unë jam rob, unë e pranoj këtë. S'është mirë, e pranoj që jam rob. E pranoj që jam rob. Njëri për njerëzve që Allahu subhanahu wa taala nuk e këshill ditë kiamet dhe nuk e fal, cili ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sheikhun zanin, një plak zinaçar. Edhe plak edhe zinaçar, ka thënë alayhi salatu wassalam, ditë kiamet Zoti hiç nuk e këshill. Dhe një tjetër, cili ka thënë, edhe një fukara me në madh. Legji s'ka dinar në gjep? Jo, milionerune. Shki parë, o insan. Merën dimën, merë për kraj. Ja, unë s'duhe. Unë jam i fort. Edhe s'ka, edhe mati madh. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ditë e kiametit Allah as nuk e këshill bile. Pse? Djetarë kanë thonë, a nuk kanë edhe për zenginin kjo? Ove zengini e ka një sebeb, o ti. Zengini e ka një sebeb. Edhe aja të po keq. Ama fundi thot, Allah, këshire 200.000 euro kërë kam. Ku mos mu halashti, ku mos me hupu në udhën. Kinë regull. Ti keq që e ki hupu udhën, po e dim sebepin. Po ti, a i shpive s'ka, pësa të mojnë me dhe. Po ti qajbe gjithë ditë pi, pse ma vetë me të madhë, Allah. Po ti jashtë qajtore s'kur qonë, qajtore, shpi qajtore. Domina lunë, pa në më vetën me të madhë. Apo, ka gabu aj, ka gabu ki. Ti domina velunë, ti nuk kibet, nuk zotnon kur gjo. As një shkencëve nuk e ke krije, as një dije nuk e zotnon, as një dinar se ki në gjep. Kibrin, pika kibrin. Ka zëp kibrin. Për këtë asyri shka thale i salatu e selam, fukaraja me në madh e ban që Allah i më spekshirti në gjikimit. Pse veti i majt me në madh? E tani paramendon raport me Zotin. Të ka kriju ti se pranon. Ai të ka kriju ti s'ki kur mundesh me dalë për krijimit. Tha alayhi salatu wassalam, wa ana abduk, tha unë jam robi jot. Pastaj tha, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Shiko, tha unë o Zot, vazhdoj me qenë besën tane, premtimin tanë. Unë ta kam dhënë fjalën e Allah se kam e konë robi mirë, s'kam e bo gjuna, kam e bo punë të mira dhe adhurime. Por, me gjithë se kam dhënë besën, shiko, e ka paraprim pejgamberi alayhi salatu wassalam se natyra e krijimit o Zot, natyra që shta ki kriju neve, s'munët mos me gabue. Hyt nuk kanë mund që mos me gabue. Ka thënë alayhi salatu wassalam hadith tjetër se e kanë zëri Imam Muslimi, mos me bë ju, mos me gabu hiç, ju merr Allah, ju largon. Jo, s'ka mundsi mos me gabu. Patjetër është me gabue. Pastaj e bëni popull që gabon dhe bëni istighfar te Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, unë vazhdoj me konë besën tane, në fjallën që e kam thonë, më stotat, e ka kushzu, sa të kam takat. Se, për shembull, nëse njëri thotë kështu, ja kam thonë besën Allahit kur gjuna Zotit si baj. Na i thojna, miro kjo fjali, a më shtoj edhe një në fund. Sa të kam takat. Pse, s'munësh. Ti dhu, une e kam thonë besën Allahit kur grujet huj nuk shiri. E besën, në rregull, shumë fjallë e mirë, shumë e mirë. Po shtoje, mës të ta, sa të ka mundësi. Pse? Se tu dolbi xhamie, hik, qështu i krium, s'ka mundësi. Njeri e ban një jetë në ders, kësa të dali për dersit, shkona jo eftof një vesh të ira, i hargjohet benzina. Kur të mërijet e shpia, këtë benzina hargjohet. Për këtë asyje, shka thare i salatu wassalam, o Allah, unë e fjallën jam të majtë, sa të kam takat. Pse sa të kam takat? Se insan. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ebu uleke bi ni'matike alej. Tha, o Allah, unë e pranoj se kretat mirat që ka i kam janë pytije.
Këtë mirat çka I kam janë prej teje. Dhe kjo është çfarë? Pranim dhe mirënjohje e begatijës. Sa njerit 24 sahat I ka përcel të mirat Allahut I përdor, edhe nuk thot elhamdulillah. Ja? Ti me të adhon dikush një pajisi me përdor, me përdor. Thot përdore, një mësa një bjema. Edhe gjatë çdo ditë, gjatë përdorimit pajisjes, me të vetë njerëzit, ku e morë be këtë? Se të shiki rejnat për që këtë punë? Apo, njëri që ka thot, valla filani, njëri normal. Valla filani më ka thonë përdorim, pe përdori. Faleminderit shumë, Allah ishë për blef. A thu qështu? Ta jap dikush një vetur, të shki vetur, ta e thot përdore. Edhe si të thot, ku e morë vetë këtë vetur, se të shki vetur, thot filani më ka thonë. Mirënjohja e kërkon. Sa e emja kjo? Sa njeri trupin, shpirtin, sinjt, kam, bukën Allah të ha, thuj elhamdulillah. Po, elhamdulillah, ma. Çka be ama, çka ka ma sa jama, hajt kallzom çka ka ma sa. Po ama durët e mia, po durët e tua janë tuat. Apo, po ama unë jam të punue. Kjo e ka punue, ja ka shtin komunizmin kri, jam të punue, son janë nxerr këtina se Allah I të begaton, son janë nxerr. Vetëm me një rast, apo, veç kur ti thoje doktori shtash, ban dua se mo të na kur gjom. Ashtash, Allah. A tu kujtu që Allah ja? Tja kujtove që mushknit e tu, po himbe ma I mushknit e tua, hin ma e zemrën tane, hin ma e gjakin tanë. Po ma doktori tha që të hapa mi pi, e që ta me pi, andaj të ndërum gjëmat, mës ta bim punën veç në doktor me njoftë Rabbul Aleminin. Qka tha Alej Salat dhe Sam, e bu u leke e bi ni'metike Alej. O Allah, qka ka të mire jotja? Qka ka të mire ashtë e jotja? Këta thuje me ketë thelbin e zemrës, me kretë shpirtin tanë. O Allah, s'ka betë mirë që e gëzojve të sa e jotja. Duke fillu nga trupi jem, nga ekzistenca jem, nga shpirti jem, nga pasurit e mija, nga evlat e mi, kretë që kam kidhon, e bu u leke, unë ta këthaj tyje, unë ta pranoj tyje, kjo është e jotja, ti e kidhon, argument që është e jotja, po të merë zoti ti e ti le, nuk duhet be ti me ta turbullu shumë për me të kalzue, që ti si kam pronar, ti e kam konsumator, Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, insania konsumator e lu në rolin e pronarit, apo, ama melekul mauti nuk lodhët ti me ti prish. A keni pa melekul mauti thot, prit t'ja prish në shpijën këti njerë, se ki forta, t'ja prish në njerë shpijën, me sa një ti kalzone se sa pronar. Jo, të merë ti e jetë njerës të dojnë, koma be filani, vëllo po për amet. Këna po për amet, po I mo të listin e kabe ki, apo, po ki mo të listin ati e ka gjitë në mur ati. Kjo shpija e emja, koma u po për amet filani. E po për që këtë ditë në të folbe na, por që atë ditë që nuk vlen as notari, as I motën listi, as kur gjo, as regjisat, krejt t'i gjun me lekulmoti si mësme e egzistue. Që kina Rabbul Alemini, e bu u leke bi ni'metik. Tha për nga mësam, o Allah, këtë mirat janë tuat. Këtë mirat janë tuat, që ka nga kidhanë është të jotja. Andaj bo konsumatori mirë, bo përdorusi mirë, dija Zotit ma të bare kjo e tjare. Pasaj tha, wa e bu u leke bi dhembi. E gjunaja jemi, e pranoj. E pranoj që e mira e jotja, e pranoj që gjunaja është jemi. Që kjo raporti me Zotit edhe robit, që kjo është strumbullari I raportit me Rabbul Alemin, cila, o Allah, të mirat janë pi tije, të këqijat janë pi muë. E kanë rotullu njerëzit ka ana tjetër. Ja, e kanë rotullu njerëzit ka ana tjetër. Apo, kur kanë të mira, thojnë punum. Shpia, e bona une, kere, kam punu, ja kam njerit. Ja ka njeki, apo Kja ka njeki, burri madhe ja ka një parët. Kitë mijat janë. Kur ka dëni bela, nga të res, I prishet shëndeti, ja turbulon Allahu Gjellë Gjellalu, si një parë shka I shkon keq, I shkon menja të Allah, I thot, shka bani beke, ma prishi. Andaj thot Mustafa Sadiq Rafi'i, rahimahullah, në vend se njerëzit me bo këtë dua, me thonë, o Allah, gjdo e mira e jotja, e gjdo e keq është e jemja, ata shka thojnë, sa herë që e sosin një punë, thojnë, e bana, e kryta, e bleva, e shita, e ndërtova. Ta mam ti turbulohet diçka, thot, kader Allah. Me fjallë të tjera, aja Allah I që shtu e prishi, se mu kanë sa dosh kush me prish, kur me prish, apo? Pa I dipse me ta ka prishme, se sa e jotja. Për me të qish merë veshme ti me të kaldu që sa e jotja. Disa njerëzve, apo, zakonisht, uzurpator të tokave, kur s'morin vesh që s'janë të kanë të atinve, dërza të vinë mja u morë. S'merë vesh, a nuk marë vesh. Andaj Allahu du të me ta prish ti për me të kaldu, s'kebe jotja, se pësërna ishe. Nuk ka kone jotja. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o ebu u leke bi dhembi. O Allah e pranoj gjunajnë tem.
ke pranoj gjunajnë të. Andaj ka thonë, faghfirli, falma, ma fal. Shiko të ndërrumë gjëmat, kretam, thelbi, fillimi, zhvillimi dhe mbarimi i një insani të mirë, një muslimani të mirë, cila me nis me falje e me përfundu me falje. Istighfar në fillim, istighfar në zhvillim, edhe istighfar në mbarim. Nise me kërkim falje, jeto me kërkim falje, dhe mshele kapitullin e jetës tëne, o Allah falma. Andaj pat thanë Allah, të falë të ki, as njani për neve në gjenet së në shkel. Allah në bof nasib, ja Rabbel Alemin. Në bof nasib, Allah me thonë të falë tini. Se pat thanë Allah, i falë tije, qysh he? Ti sun hibe të shpja kretarë, do ti. E keni po një salet e kanë bëhet për gjenetin? A be thot në gjenet, kam i në gjenet. Po thot në, t'ja blina duqani se dhe gjenet leto ki. A në gjenet e shtin me një herë, apo? Si të mos të talkinave këto të shtin me një herë, apo? Gjenet, nësëret, një kërë blema ti, thot se në unë në gjenet e shtin a let. Shiko gjenet e se apo? Hajgare. Kur u baneve të mishti ti kanë gjenet? Kur u baneve shti? Qepo, a e shtilet të kanë gjenet? Shkove shtilet e krijetari. Ha? U ishin do sigurim ati. Po ti së në shtipet e krijetari. Piloqit e ka shpijen. Piloqit e ka shpijen. Jo be të krijetari, zë shumë a krijetari, largo. Shko në beshtinet e një administrator që ati të për leta shka punon. Shko që të ka dalë dhe, ranë prit jashtë ati. Ti thu zdu me prit, ta që e në sigurimin prit si burimir, apo? Po ti të administratori letrave së në hem, apo? Penzinën be akëll prit është, mërdhivësh me të prit qatë penzin. Apo? Ketë së në hina paren, pa të ardhë medita, veç këtë vene që të nejtë, gjenet letna, që të shkasin ato një. Kur u babe artikulli ma i shtrejt, artikulli ma i lirë të njerëzit. Ha? Kur u babe kjo? Na, gjërat, të thjeshtë ato njësën i mrina. Para në gjenetin Allah, subhanahu wa ta'ala, ka thonë alaihi salatu e selam, artikulli Allah ta i shtrejt, shtrejt a i artikulli Allah, artikulli Allah të gjeneti. Allah në bëfë nasib. Ama për gjenetut me punua. Ti 60 vjetë kanë shku një shpije ke maru. Apo? Edhe ta është menzi se e këzon. Se menzi se he, menzi se del. Edhe tu u plak, tu të thonë hajt i shala ma shpejt kalon. Pse? Qështu në dunjaja, tabiati dunjajës. Dhe kretat atë që ka thonë hajde ma shpejt i shala, kam ju ardhin edhe atyre kam ju thonë, njëjtë dikush hajde ma shpejt. Ama në zhvillimin edhe euforin e rinis, qështu njerëzit mendojnë. Para me në gjenetin e Zotit të bare kjo e tërë. Sa dush me punu për ata? Mos me kanë rahmeti Allahut. As njani së në shkel ati. A i shtrejto, ka thënë alaihi salatu e selam, faghfirli, falma o Allah. Kjo është sejidi l'istighfar, istighfari ma imi, pas të ka thënë, fa innehu la yaghfiru dhunube illa ent. Nuk i falë gjunat askush për veshteje. Sën ta falë kërkush, shiko. O që thot ja ka po duajën, talkinin ja banëm, jasinin ja knum, do ma thonë që mëre që, kur gjo mos ka ndodhë ati. A mujna dikush me na kalzu qish mi këthjel që to njerëzë që kur gjo s'ka ndodhë. Hiq kur gjo. Kjo është vesh një sebeb. Pa e pas bo punën aj. Ne dvin edhe pi Mekës në t'ja kënon jasinin. Kur gjo do bisi banë. Hiq do bisi banë. Njoni dhëtë që veç më s'mja kënu. O kënoja jasinin, nuk e nga të më s'mja kënu. Kënoja, bandoa. Po këthjelu se pa pas punu. Hajde be kënoma një jasin, mu një shpi, ban ma 300 kvadrat, hajde ban ma. Kënoma një jasin edhe ta shohu në shpijen. A ke livrita? Po, une, a pas në livrita se kërkojnë një shpi me një jasin. Ti gjennetin e Allahit, ja ka kënu jasinin. Ja kënu në të jasinin. Ja banën doajen, ja banën qelimën. Edhe, po kur gjohë mësë ka po, kur gjohë s'ka ndodhë kjo. Pa ju përgjigjaj në vorë pytjeve. Pa e pruaj dëshmien se ka qenë musliman i vërtet. Ne të mbledhen hoxhallar të Qabës edhe Medinës edhe kitë botës. Ne t'ja kënujnë me qelime, me jasin, me ketë. Kur gjohë nuk shtin as në tona, as këtë tona. Pa, Allah me mashtrua. Allah me mashtrua. Merit ti falsifikoj të dokumentet dhe qoj dikun. Që të thonë, a me neve këtë gjithë me lujta. Beri më original dokumentet. Beri original dokumentet. Ka thënë alaihi salatu wassalam, nuk lëviz kama e robit pa ju përgjigj katër pyetjeve. S'lëviz kama e robit. Pejgambert Allah i kam ndalu ditën e Kiametit, ka thënë ka dalë e keni kri misionin pejgambert të Zotit. Alaihi muslim, njerëzit më të mirë në fytyrë tokës, kam ndalë Allahu subhanahu. Ha? Kena mi pyet njerëzit që e kanë qenë pejgambert. Ditën e Kiametit besniku ka mu pyet për besnikrinë e vet. Ai besnika kam i thënë bëre dëshmi për besnikrinë tënde. Ama të na me një qelime e qoj njërin firdos. Ka dalë o gjemat, ka dalë, se nuk shkohet ashtu. Pa i bo vebra nuk shkohet ashtu.
Andaj çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam, veç ti Allah i fal gjunat. Si doj Allah më të fal po. Me dash me të fal Allah. Kur kush më të knoje kur gjon. Kur në këtë dunjaja me ça, koto, Allah i po do më të fal. Dhe pastaj ka thënë, a'udhu bike min sharri ma sanat. O Allah, rujëm nga e keqja çka e kam bënë. Se të keqin çka e ki bëu ti, edhe une ka pasoja. Jo mos ani na mur uji, jo na mur bora, jo na mur vërshimi, kur gjon që nuk ka të ndërruar gjëmat çka bojnë ana. E pastaj jo një çike re e kanë dhunue burrat mëdhoj. Pako betoka që na ma neve, o në gjëmat. Pako toka që na ma. A kuptojnë se që ata të cilët po i luftojnë vejen, shiko çfarë skandale tash dalin. Dhe ti të vën marre që fol gjuhën tona ai. E fol vën marre që fol gjuhën tona. Allah i mos na shkatrov për gjunohet tona, ja Rabbel Alamin. Ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga sherrri i asaj që e kam bë. Na e kena bë sherrri të ndërum xhamat. Na insani, wallahi nuk e shkatron Zoti për shkak hyjvanëve tokën. Zbojnë hyjvan, zbojnë bela, e keni po. Ja jap do ushim edhe vazhdon rrugën e vet. Ama insani e lutim Zotin e Madh që Allah t'i fal gjunohat tona, ja Rabbel Alamin. Kjo është duaja që e ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe e ka qujt këtë dua Sayyidul Istighfar. Që kjo istighfari më i mirë që mundet me bëni një besimtar. Lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Zoti jon xhel xhelalu na mundson që gjunohat tona të jenë të falura. Allahun e lutim që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të udhëzohemi me Kur'an, të udhëzohemi me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu muslimanët kudo që Allahu të ndihmon, fuqarat, skamlorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të gjithë Allahu t'i jap nga rahmeti vet, sidomos në dimën të ftoft e që kanë nevojë për ngrohtësi, Allahu t'ju jep për krahë dhe t'i ngroh ata. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu xhel xhelalu na i fal gjunohat tona, na mundson që të jetojmë me Islam, të rritim dhe zhvillohemi me Islam dhe të japim shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.